Shega është një nga agrikultorët me rëndësi që ka disa karakteristika dhe paraqet disa veçori që japin asaj përparësinë me një përhapje më të gjerë ka vlera mjaft të mira ushqyese. Lule shtrethi është një specie hibride gjinisë fragaria, e cila kultivohet në barabotë për frutet e saj. Fruti vlerësor gjithsesi nga aroma karakteristike, ngjyrën për që të ndezur, strukturën e lagshme dhe obësinën. Lule shtrethi dhe papullora janë në 91% ujë, 8% karbohidrate, 1% proteina dhe përmbajnë ndër të papërfillshme. Është një burim i pasur vitamini C, një burim i mirë i organit dhe siguron disa vitamina të tjera dhe minerale genetike në sasi të vogla. Lule shtrethi përmbajnë një sasi modeste të acide yndyrore esenciale të pangopura në bajen e akenit. Banana e shifur me tut të butë dhe të ambër, e paketuar në lëkurën e kësaj të verë. Banana e shifur të mërkullë